Kandidati i Partisë Socialdemokrate Elbasani Erion Murataj rezulton të jetë kandidati më i pëlqyer nga qytetarët e qarkut të Elbasanit nga sondazhi i zhvilluar nga media Egnatia News. Sondazhi i cili zgjati vetëm pak ditë kishte si pyetje se kë do të votonin qytetarët e Elbasanit nëse zgjedhjet do të ishin sot. Dhe rreth 66% e atyre që janë përgjigjur kanë zgjedhur emrin e Erion Muratajt, i cili ka marrë shumicën e votave nga qytetarët në qarkun e Elbasanit. Falpunës si antari i Këshillit Bashkiak të Elbasanit, Erion Murataj është gjendur pranë çdo banori që ka kërkuar ndihmë për problematika të ndryshme. Kandidati për deputet në Elbasan, Erion Murataj, falpunës së tij dhe guximit në kryerjen e misionit si këshilltar, u bë zëri i qindra njerëzve që deri më sot ishin lënë të harruar. Problematikat e ngritura nga Erion Murataj në mbledhjet e Këshillit Bashkiak të Elbasanit gjetën zgjidhje në pjesën ndërmuese të tyre. Edhe në këtë fushatë zgjedhore, ndryshe nga kandidatët e tjerë që kanë zgjedhur të bëjnë fushat qokash me kafe dhe dreka në shtëpitë e militantëve të partive, Murataj ka vijuar në çdo cep të qarkut të Elbasanit, në çdo qytet e fshat, duke takuar njerëzit që kanë halle e kanë nevojë për ndihmë. Kandidati i PSD Elbasan Erion Murataj është shembulli se si duhet të jetë një politikan që kërkon besimin e qytetarëve, duke treguar me punë se ai e mban fjalën dhe do të jetë një derë ku mund të trokisni sa herë që keni nevojë për ndihmë. Dëshmitar për punën e Erion Muratajt janë banorët e çdo fshati të Elbasanit, të cilët duke takuar nga afër dhe duke ndarë hallet e tyre me Muratajin, gjetën tek ai shkëndijën e shpresës që kishin vite që e kishin humbur si pasojë e lodhjes nga mashtrimet e politikanëve të vjetër. Erion Murataj është dhe do të jetë krah çdo qytetari të Elbasanit, Prenjasit, Librazhdit, Belshit, Cerrikut, Peqinit e Gramshit. Ndaj ju ftojmë që më 11 maj të votoni numri 11, duke i dhënë mundësinë që të na përfaqësojë dënjësisht në Kuvendin e Shqipërisë. Në 11 maj, qytetarët e dinë ç'do të bëjnë. Gjithë bashkë duhet të jenë si një trup i vetëm për t'i dhënë grushtin e fundit paburrat politikës, duke votuar numrin 11, Partia Socialdemokrate, të vetmen që deri më sot ka ngritur problematikën e qytetarëve dhe nga Prensi deri në Gramshën, Peqin, do të fitojë jo sepse është programi apo sepse është partia, por sepse nuk ka luftë që nuk fitojnë të rinë, sepse është një listë e hapur dhe nga pajuni thirrja ime vazhdon të jetë: bëni detyrën, shërbeni qytetarëve sepse keni kërkuar besim.